Të nderuar besimtar musliman, ju përshëndesim me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. 18:02 ora në studion e Radios 24. Ky është termini ynë i zakonshëm për të filluar emisionin Fetara Islam Udhëzimi me hoxhën tonë të nderuar Usame Morina. Të dashur dëgjues, para se të jap mikrofonin hoxhës së nderuar Usame Morinës, ju kujtoj se ju mund të jeni pjesë e këtij emisioni duke parashtruar pyetje nga më të ndryshmet në 044 400 920, pra duke dërguar një SMS ose nëpërmjet telefonit fiks prefiksit i cili është 0280 370 742. Tani ju kujtoj se tema për të cilën sot hoxha ynë i nderuar Usame Morina do të ka zgjedh për dëgjuesit tanë është për kujtoje vdekjen. E unë pa humbur shumë kohë i jap mikrofonin, ja kaloj për mikrofonin hoxhës së nderuar Usame Morinës që të vazhdoj me ligjëratën e përgatitur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë të mundshme që edhe sot të jemi së bashku me ju. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për gjitha të mirat që na ka dhënë. Një ashtu duke e lutur Allahun Azza wa Jall që këto të mira të na shtojë, na begatojnë në to edhe të na bëj prej atyre që me të vërtet jemi falendërues ndaj asaj që ai na ka dhënë. Pa dyshim se Allahu i madhruar i ka treguar njeriu arsyen se për çfarë e ka kriju. Thot Allahu Azza wa Jall në një ajet kuranor: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë. Allahu gjithashtu e ka përshkruar realitetin e kësaj bote, të cilin e ka bërë vend provimit për njeriu, vend provimit për krijesat, xhenet dhe njerëzit. Thot Allahu Azza wa Jall: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad, kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور." Ajetin do të thot Allahu Azza wa Jall u drejtohet njerëzve duke u thënë: dijeni se jeta në këtë botë nuk është diçka tjetër, nuk është diç tjetër përveç se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburrje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shembëllon bimës e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit. Është fjala, të nderuar dëgjues, për jetën e kësaj bote, duke i shembulluar Allahu Azza wa Jall me anë të bimës e cila pas shiut thotë se rritet dhe i gëzon bujkun, atë i cili ararin, atë i cili e mbjell atë, duke thënë se nga fillimi i ajetit, ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër veç se lojë e dëfrim dhe zbukurim, si dhe mburrje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Kjo pjesë nuk do të thotë se kështu në të vërtet duhet të jetë, por Allahu Azza wa Jall e tregon, siç edhe e tham, e përshkruan realitetin e kësaj bote, atë çfarë njerëzit veprojnë. Pastaj Allahu Azza wa Jall kur e shembullon jetën e kësaj bote, e shembullon me bimën, e cila thot pas shiut rritet dhe e gëzon bujkun, e gëzon bujqit, por më vonë ajo zverdhet, thahet edhe mbetet e pavlerë. Një herë do thot lulzon, rritet edhe e gëzon bujkun, por më vonë e merr ngjyrën tjetër, zverdhet edhe thahet edhe mbetet e pavlerë. Në botën tjetër, thot Allahu Azza wa Jall, ju presin vuajtjet e mëdha ose falje nga ana e Allahut dhe kënaqësia e tij. Me të vërtet jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e rreme. Pra, tharja e bimës edhe arritja e saj në nivelin e pavlerës
është ajo e cila Allahu Azza wa Jall e ka shëmbulluar atë me realitetin e kësaj jete, duke u thënë se gjitha kënaqësitë që ju i keni, në realitet ato janë kënaqësi që i përjetoni të momentit, sikurse bima e cila lurzon, e cila rritet pas shiut. Pra, këtu është atëherë kur njeriu e përjeton kënaqësinë si kënaqësi. Mirë po me vonë thot zverdhet dhe kështu do të thotë njeriu fillon të plaket dhe arrin vdekja, e që në realitet thot jeta e kësaj bote gjitha kënaqësitë i ka të rreme. Këtë gjë e përforcon edhe hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ka thënë: "Law kanat ad-dunya ta'dulu 'inda Allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma." Thot sikur se kjo botë të kishte vlerë tek Allahu Azza wa Jall sa një krah i mizës, kjo botë do të thotë në këtë botë, në këtë jetë, pa besimtari, jo besimtari nuk do të kishte pirë ujë as një glëng të vetme. Pra sikur se jeta e kësaj bote të kish pas vlerë te Allahu Azza wa Jall sa një krah i mizës, atëherë ata të cilët i bojnë kufër, ata të cilët e mohojnë Allahun, nuk do të kishin me pi ujë nga kjo botë hiç. Kjo do të tregon për vlerën që kjo botë e ka te Allahu, e që do të thotë asa një krah i mize nuk e ka vlerën te Allahu Azza wa Jall. Bota, jeta e kësaj bote të nderuar është e mashtruese. Kjo dunja pra është mashtruese. Kjo dunja ju është dhënë sikur besimtarit, si muslimanit, ashtu edhe jo muslimanit. Sikur se kjo botë do të kishte pas vlerë, siç edhe e përmendi hadithi, sa krahu i mizës nuk do të kishte pir ujë nga kjo botë jo besimtari. Për shkak të kësaj vlere që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë kësaj jete, pejgamberi alayhi salatu wassalam në vazhdimsi i ka këshilluar shokët e vet, i ka këshilluar të dashurit e vet që të mos rahatohen shumë në këtë jetë përkohshme. Nga se besimtari nuk ka kohë për gjëra të tilla. Ashtu siç Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu ma ka thënë: "Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Thot bëhën këtë jetë sikurse të jesh një i huaj ose kalimtar i rastit. Pra bëhu sikurse i huaj me një vend. Edhe është e ditun, do thot, sidomos për ata të cilët jetojnë në vendet e jashtme, gurbetçar. Jeto do thot me një vend sikurse jeton këtë botë sikurse të jesh gurbetçar në te. Apo sikurse ke qëllu vetëm një kalimtar i rastit. Pra, a kalimtari i rastit edhe kur shkon tin me një vend huj, gjithmonë ki kujdes të shtum, ki kujdes në nivelin maksimal, në mënyrë që për arsye se ti nuk e njeh rrethin, për arsye se ti nuk i njeh njerëzit, nuk njeh asgjë. Prandaj ajo çka është e duhur, ajo çka është e duhur të veprohet, besimtar njeriu do të ketë kujdes pra gjatë gjithë kohës, besimtari duhet të ketë kujdes gjatë gjithë kohës që të mos bie preh e pengesave në rrugë, edhe për këtë shkak të mos e meritoj shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Aliu radhiyallahu anhu ka thënë: "Dunjaja është realiteti për të cilin ne jetojmë te. Dunjaja është vend shpëtim për atë i cili e kupton dunjan ashtu siç duhet. Dunjaja, thot, është vend i përfitimit për atë i cili fiton nga kjo botë. Toka është vend i cili ka pritur shpalljet e pejgamberëve. Vend ku janë falur pejgamberët e Allahut dhe vend në të cilin në vendin të cilin kanë jetuar të dashurit e Allahut të lartësuar. Pra kjo jetë dije se është e përkohshme. Është një kënaqësi e cila përfundon shumë shpejt. Edhe në të vdesin njerëzit e mirë edhe njerëzit e këqij. Në të vdes ai i cili rrin në shtëpi edhe ai i cili nuk zën vend askund duke ecë. Në të do thot vdes edhe ai që është në luftë ushtar e komandant, vdes edhe pishtari i dijes, vdes dietari, vdes tirani, vdesin zullumçart, do të vdes çdo kush që ka jetë. Një ngjarje pra e madhe e cila sqarohet në Kur'anin familjar është vdekja.
është një ngjarje më e madhe ku i ndodh njeriu të gjallë. E siç është quajtur në shumë prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu vesselam, është quajtur kiameti i vogël. Mirë po, shumë prej njerëzve janë të pakujdesshëm edhe nuk i vën kujdes të madh çështjes vdekjes, nuk e përkujtojnë atë. Edhe çfarë ndodh pas vdekjes? Çka sjell vdekja? Çka bëhet me ty pas vdekjes? Po, vdekja është ngjarje e madhe pra. Kjo e shpihen njeriu në ahiret. I vdekja është kufiri ku njeriu kalon në ahiret, në jetën e përjetme. Ai i cili vdes veç se i ka ndodhur kiameti. Ai i cili ka vdek, kiameti për të veç se ka ndodhur. Për atë, do thot njeriu kur të futet në varr, ka me fillu me shpërblim apo me dënim, në varet prej asaj që ai ka fituar me veprat e veta me lejen e Allahut. Vdekja është kalim pra nga jeta e kësaj bote në jetën e ahiretit. Vdekja është ndarje ndërmjet veprës edhe shpërblimit. Besimtari nuk duhet me prit shpërblimin për veprën e vet në këtë botë. Për arsye se wa innama tuwaffawna ujurahum yawm al-qiyamah. Për arsye se Allahu Azza wa Jall ka thënë shpërblimet tuaja do t'i merrni në ditën e Kiametit, në ditën kur të gjitha veprat e njeriut kanë me dalë përpara Allahut, në ditën kur çdo kush ka me dhënë llogari për atë që ka vepruar. Pra ajo është dita kur merret shpërblimi, ndërsa jeta e kësaj bote është vendi ku veprohet dhe nuk kërkohet shpërblimi. Pas vdekjes, vdekja do të thotë është diçka që njeriu i bën që ai mos me kërku arsye, mos me dhën arsye për mos veprimin e vet, apo për anashkalimin që e ka bë në veprat e veta. Vdekja përveç se është kështu, është edhe ndërprerje e keqardhjes. Pra kur ti ke vepru keq pas vdekjes tënde, nuk ka vlerë keqardhja për veprat apo për mangësitë që ti i ke pas në gjatë jetës kësaj bote. Nuk ka nevojë të veprohen shumë vepra të mira. Nuk ka nevojë të veprohen shumë vepra të mira nëse ahireti, nëse ti nuk e ke përgatitur veten tënde për me dalë përpara Allahut. Mirë po, ajo çka është më rëndësi se çdo besimtar duhet me vepru veprën e mirë me nijet të pastër edhe në përputhshmëri me atë çfarë Allahu Azza wa Jall edhe pejgamberi i tij alayhi salatu wasalam kanë kërkuar. Pra vepra jote për me qenë e pranuar, nuk kërkohet që ti me bë namaz tepër, nuk kërkohet që ti me i fal 10 kohë të namazit, nuk kërkohet që ti me i fal ndrek 40 rekate, e as një kindin 20 të tjera. Ajo që kërkohet ti me i kry adhurimet në formën qysh Allahu Azza wa Jall i ka zbrit edhe ka kërku nga besimtari me i kry. Edhe kjo është forma ma mirë që besimtari e kryen një ibadet përpara Allahut në mënyrë që ai me prit shpërblimin e tij. Vdekja është ajo që e bën besimtari mos me pas pra nevojë, është i kot arsyetimi pas vdekjes, është i kot ndjerja të ndjerit keqardhje, është e kot nëse njeriu pendohet apo të tjerët pendohen për atë. Është e kot për arsye se ajo vdekja është ajo e cila ti ndërpren pra këto mirësi që Allahu Azza wa Jall t'i ka dhënë. Mirësia më e mirë e besimtarit është pendimi për veprën që ai e ka bë. Shprehja e keqardhjes, edhe në këtë rast kur besimtari shpreh keqardhje dhe pendohet, padyshim se ka me qenë i përgatitur për vdekje. Ka me qenë i përgatitur për vdekje për arsye se çdo kush ka për të vdekë. Vdekja është ajo që e çon besimtarin, e shpihen tek varri, tek një grop e cila ka mundësi që për besimtarin të jetë kopsht prej kopshteve të xhennetit, dhe për njeriu dhe për atë që nuk ka qenë i bindur ndaj Allahut, ka mundësi me qenë grop prej gropave të xhehenemit. Kjo grop pa marrë parasysh se a shndrohet
në kopsht prej kopshteve të xhenetit apo prej gropave të xhehenemit, kjo grop ka më mbet deri në ditën e Kiametit. Ditën kur besimtarët dhe atë ditën kur njerëzit do të ngjallen, njerëzit do të ringjallen edhe do të dalin përpara Allahut për me dhënë llogari. A nuk është kjo një ngjarje e madhe ku të kujtuarit e kësaj ngjarje, ngulitja e kësaj ngjarje në mendjet tona, pa dyshim se e bën besimtarin edhe e përgadit për këtë ditë, duke e bërë që ai me vepru vepra të cilat e shpëtojnë nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i ahiretit. Vdekjen pra e arrin çdo njeri, edhe nuk ka me shpëtu askush prej saj, ashtu qysh nuk ka shpëtu askush përpara neve. Qysh thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, thot kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo gjë ka me u shkatërru përveç fytyrës së tij, përveç fytyrës së Allahut. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, Ejnema të kunu yudrikkumul maut. Kudo që ju gjendeni, do t'ju arri vdekja, madje walau kuntum fi burujin mushayyada. Thot, kudo që jeni juve kam ju arrit vdekja, madje qofshi edhe në kështjellat më të forta. Thot Allahu në ajet tjetër, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fejunabbiukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, vdekja prej cilës ju po ikni, ka për t'ju arrit. Vdekja prej cilës ju po ikni, ka me ju arrit. Pastaj, ju do të ktheheni tek Allahu, tek ai i cili e dit pa dukshmen, edhe e dit dukshmen. Edhe te ai, kur të ktheheni, ka me ju njoftu për atë që ju keni barë. Allahu Azza wa Jall në ahiret ka me i tregu njerëzve për veprat që ata i kanë bë. Thot Allahu Azza wa Jall, kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allahu kanë ngarku dy meleke, kiramen katibin, që ata të shkruajnë veprat e njeriut për çdo detaj që ata bojnë. Dhe për këtë shkak thot Allahu, kjo është forma me cilën Allahu Azza wa Jall ka me i dal njerëzve përpara edhe ka me i tregu për veprat që ata i kanë bë. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Thot Allahu i lartësuar, asnjë flet nga pema nuk bjen tokë pa e ditur Allahu Azza wa Jall. Edhe një flet nëse bjen tokë prej pemës, Allahu Azza wa Jall ka me ditë. Para mendo tash se sa pemë edhe se sa gjethe bin në tokë brenda një dite, brenda një sekundi në gjithë botën. Pra Allahu Azza wa Jall për çdo send ka dije në detaje. Prandaj besimtar, keni kujdes në veprat tuaja. Vdekja vjen me kohë të caktuar. Pra e gjeli cilën neve e përdorim, e gjeli është ajo që vjen në kohën e vet. Nuk ka mundësi vdekja me u vonu e as me ardh më herët. Vdekja ka me ardh vetëm atëherë kur Allahu Azza wa Jall ka urdhnu për me ardh. Atëherë kur Allahu Azza wa Jall ka bërë që njeriu me vdek. Pra nuk ka mundësi vdekja me u vonu në asnjë rast. Thot Allahu i lartësuar, li kulli ajalin kitab. Çdo periudhë kohore e kohës e ka librin e vet ku është caktuar, është shënu caku i vet, do thot. E që nën kupton se edhe vdekja është një periudhë, është një diçka që vjen në kohën e vet, caktuar. Allahu pra nuk ka mundësi me ardhë shkele shko. Allahu e ka ngarku për marrjen e shpirtrave, këte vetëm kalim si du ta përmendim, i ka ngarku për marrjen e shpirtrave një melek. Edhe ky melek ka ndihmës të tjerë. Thot Allahu, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. Thuaj, Allahu i drejtohet të dërguarit të vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot, thuaju njerëzve, thuaju besimtarve, se juve do t'ju merr shpirtin meleku i vdekjes, alladhi wukila bikum, meleku i vdekjes të cilin neve e kemi ngarkuar me atë punë. Thumma ila rabbikum turja'un, pastaj ju do të ktheni tek Zoti juaj. Pastaj ky ka ndihmës, ky melek. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim.
innal ladhina tawaffahumul malaika, thot Allahu në këtë ajet, më të vërtet atyre të cilëve tawaffahumul malaika, atyre të cilëve Allah ja marrin shpirtin me laiket, e që nën kupton se janë më shumë se një melek. Pra ky ka ndihmës të vet. Pra vdekja, ajo që është me rëndësi, vdekja nuk e dallon të madhin nga i vogli, të nderuar besimtar. Nuk e dallon mashkullin nga femra. Nuk e dallon atë që është i semur dhe atë që është i shëndosh. Nuk e dallon atë që është i pasur dhe i varfër. Pra, të gjithëve ju vjen vdekja. E shohim në një shtëpi, shembull, me një shtëpi është një njeri i vjetër, i shtyr në mosh, i lodhur. Po në atë shtëpi e sheh një njeri të smur, pa marrë parasysh moshën e tij. Pra plaku i semuri. Të gjithë kanë me prit që ka me vdek plaku apo i semuri, ndërsa Allahu Azza wa Jalla ja merr shpirtin atij që është më i shëndetshëm prej të tjerëve. Ja merr shpirtin ai që ka qenë të i këshyr ata, ai që ka qenë duke u përkujdes për plakun edhe për të smurin. Pra vdekja nuk zgjedh të ndëruar. Vdekja nuk zgjedh kategoritë e njerëzve. Askush nuk e din fundin e vet, prandaj vdekja është pra diçka e fsheft nga ana e Allahut, prandaj është me meritore që më u kujdes për to, për arsye se është ajo e cila vjen pa pritmas. Edhe në moment pasi që vjen pa pritmas, atëherë duhet me qenë besimtari i gatshëm që me prit atë. Një shembull i thjesht, nëse dikush thot ka me ardh, ka me të vizitu prej ora 5 deri në 8 deri në 10 pritum. Brenda kësaj periudhe kohore un ka me ardh. Do thot ti bohesh gati, përgatitesh për me e prit atë musafir, atë vizitor prej ora 5. Nuk thu hajt se nashta nuk vjen prej ora 5. Edhe ma shumë se kaq, do thot jo vetëm prej ora 5, po ti përgatitesh edhe me ditë të tëra nëse është një musafir i madh, nëse është një musafir i rënd. Për me prit një musafir. Pra e sheh shembull një mjek. E sheh e parashikon se filan i sëmuri ka me vdek shumë shpejt. Por ja që Allah Azza wa Jall e cakton që i sëmuri më uqu më ushëru, ndërsa mjeku vet me vdek. Pra Allahu Azza wa Jall don me na dhon shembuj të shumtë që nuk zgjedhi njerëz edhe kohë të caktuar për me vdek. Ai që vdes e ka vdekur me xhelin e vet. Jo ashtu qysh ne themi shembull dek me rand. Pra ai që vdes pa marr parasysh moshën e tij, ai është rendi i tij me vdek. Ajo është ai ka vdek me xhel. Ai ka vdek në kohën e caktuar, sepse Allahu Azza wa Jall kaq e ka bëu që ai me pi ujë. Kaq Allahu Azza wa Jall e ka bëu që ai me hongër nga kjo botë. Edhe në moment kur i vden vdekja, ka qenë ajo kafshata e fundit që ai ka kërku nga kjo botë. Ka qenë frymëmarrja e fundit, ajo të cilën Allahu Azza wa Jall ja ka shkruar atij me marr frym nga kjo jetë. Prandaj çdo kush që vdes në kohën e vet. Çdo kush që vdes me rend, sepse Allahu Azza wa Jall është ai i cili e ka rregulluar radhën e vdekjes, edhe momentet e vdekjes, kohën kur njerëzit do të vdesin, format e kështu me radhë. Pra, Allahu Azza wa Jall e ka caktuar vdekjen e njerëzit, edhe kjo vdekje e njerëzit gjendet në Lauhi Mahfudh, gjendet gjithashtu në librin i cili është i shkruar, në librin të cilin e kanë shkruar me lajket, përderisa besimtarit përderisa njerëzit ju ka fut shpirti në barkun e nanës. Qysh atëherë ju ka shkruar e xheli koha kur ka me vdek. Mirë po njeriu këto nuk e din. Prandaj të gjitha shkaqet edhe arsyet që e sjellin njeriu deri te vdekja, deri tek dhënia shpirt, çdo send është e shkruar. Nuk ka mundësi që diçka tjetër, nuk ka mundësi që më ndodh diçka jashtë asaj çfarë Allah Azza wa Jall ka caktuar. Pa marr parasysh se njeriu vdes me anë të me anë të është rrëzu, apo është djeg, është fundos, është vra nga dikush, apo është mbyt, apo me ndonjë formë tjetër çfarë do të qoftë, ka ardhur si rezultat i ndonjë smundje, apo pa pas asgjë, as ndonjë smundje kështu me radhë. Pra vdekja ndodh vetëm me caktimin e Allahut, edhe ky është e xheli, kjo është koha caktuar të cilën Allah Azza wa Jall
ja ka bo filan njeriut ati njeriut me vdek. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala." Çdo shpirt vdes vetëm me vendimin e Allahut, edhe në kohën e caktuar. Kjo është fjala e Allahut Azza wa Jall që argumenton për ato çfarë neve folëm pak më herët. Kjo ngjarje e madhe, vdekja, kur besimtari e kujton Allahun Azza wa Jall, kujtimi i Allahut Azza wa Jall, kujtimi i vdekjes, e bën që besimtari mu përgadit për me vdek. E kujton, e përgadit veten për mu ballafaqu me këtë ditë. Me një hadith sakt thot: "Akthiru hadim al-ladhat." Thot pejgamberi alayhi wasallam: përkujtojeni atë që u shkatron kënaqësitë tuaja. E me të vërtet shkatrimi i kënaqësive të njeriut është vdekja. Pra atëherë kur besimtari e kujton vdekjen, atëherë kjo është ajo që e shpëton përpara Allahut Azza wa Jall së bashku me dhikrin, me përkujtimin. Pra kur besimtari e kujton për herë vdekjen, i përmison veprat e veta, padyshim. Besimtari në rast tillë, pra kur ai e përkujton vdekjen, lidhet me Allahun sa më shumë, edhe përgatitet mirë për këtë ditë. Do të vijë një kohë kur vdekja do të prehet, edhe nuk ka me ekzistu. Do të therret vdekja. Siç ka ardhur me një hadith nga ana e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka thonë që ka më usjell vdekja. Vdekja ka më usjell në ditën e Kiametit në pamjen e një dele. Edhe ka më uvu në mes të xhenetit dhe xhehenemit. Pastaj ka me thirr një thers, edhe ka me thonë: "O ju banorët e xhenetit, o ju banorët e xhenetit, shifeni këtë, apo e njihni?" Banorët e xhenetit kanë me thonë: po e njohmi, edhe kjo është vdekja, për arsye se çdo njeri e ka shiju atë. Ndërsa thret një thers tjetër prap edhe thot: "O ju banorët e xhehenemit, o ju banorët e xhehenemit, apo e njihni ky kush është?" Edhe ata kanë më u përgjigj: po e njohim, kjo është vdekja, për arsye se çdo kush e ka shiju atë. Allahu Azza wa Jall urdhon që me u pre vdekja. Në atë rast me u pre vdekja, me u therr vdekja, edhe të gjithë kanë me e shiqu vdekjen, edhe banorët e xhenetit, edhe banorët e xhehenemit. Edhe ju thuhet: "Ya ahlal jannati khuludun wala maut." Ju thuhet: shijoni kënaqësitë e Allahut përjetësisht, edhe nuk keni me vdek më. Edhe ju thuhet: "Ya ahlan nari khuludun wala maut." O ju banorët e zjarrit, dijeni që këtu keni me pas përfundimin, keni me pas përjetshmërinë edhe dënimin, edhe s'keni me vdek kur. Kur besimtari e kujton këtë, padyshim se kjo ndikon që edhe i kujton se vdekja ka me ardhë në moment kur ai nuk e kujton. Vdekja ka me ardhë atëherë kur njeriu ndoshta nuk e pret hiç. Nuk e din kur ka me vdek. Prandaj përgatitet që brenda ditës të jetë sa më i mirë në takim me Allahun Azza wa Jall. Qysh thot në një prej haditheve, ka qenë traditë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, që kur është zgju prej xhumit, ka thonë: "Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da idh amatana wa ilayhi an-nushur." Ka thonë: e falenderojmë Allahun që na ka ngjall pasi kemi qenë të vdekur, edhe tek ai kemi më u kthy. Pra qëllimi është që vdekje e ka quajtur xhumin. Vdekje e ka quajtur xhumin pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe ka thonë: falënderimi qoftë Allahut pasi që na ka ringjall pasi që kemi qenë të vdekur. Pra çdo herë kur ti bjen me fjet, mendo se nesër në mëngjes nuk ke me u zgju. Çdo herë kur ti e bën një veprim, mendoje se ndoshta atë veprim nuk i më kry kurr, sepse Allahu Azza wa Jall ta merr shpirtin. Andaj kur ti e kujton këto, kjo bën që ti veprat e tua me pas kujdes sa më të madh, edhe me qenë gjithmonë në mendjen tënde ajo që çysh do t'i përgjigjem Allahut të lartësuar për çdo vepër që e bona, apo çysh do t'i përgjigjem Allahut të lartësuar për këtë vepër që unë nuk po e bëj. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam,
Pastaj thuhet se pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi që e ka thënë këtë hadith, që e cekëm pak më herët, e ka lexu ajetin wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Paralajmëroj ata o Muhammed për ditën e pikëllimit. Ditën e pikëllimit e ka quajtur ditën e kiametit për arsye se wujuhu yawma idhin musfira. Wujuhu yawma idhin nadhira. Wujuhu yawma idhin musfira. Pra ditën kur do të ketë fytyrat të pikëlluara. Edhe kur do të vazhdon ajeti, thot paralajmëroj o Muhammed ditën e pikëllimit kur njerëzit do të japin llogari, ndonë se tani ata janë të shkujdesur, nuk kanë kujdes për veprimet e tyre dhe ndoshta edhe nuk besojnë fare. Besimtarë të nderuar, dijeni se me kujtimin e vdekjes, me përkujtimin e vdekjes ka përfitim të madh, nga se me përkujtimin e saj zgjohet zemra e përgjumur, edhe ngjallet ajo zemër që është e vdekur. Njerëzit i kthehen Allahut edhe i kthehen adhurimit duke i lënë anash mohimin ndaj Zotit edhe shkujdesjen që e ka njeriu ndaj urdhrave të Allahut. Thot Allahu në ajetin që e cekem edhe pak më herët, më sa më kujtohet, thot kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'un ghurur. Thot çdo shpirt ka për ta shiju vdekjen. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit edhe hyn në xhennet, ai ka fituar, do thot ai ka fitu gjithçka që është që ka mundësi apo që edhe dëshirohet me u fitu. Ndërsa jeta e kësaj bote wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur, ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm një kënaqësi mashtruese. Në vërtet, pra kjo vdekja është e vërteta më e madhe edhe e vërteta më e rëndë që i ndodh njeriu në këtë jetë. Edhe patjetër se nuk duhet me anashkalu askush. Edhe duhet me kujtu në çdo kohë. Kur njëri prej selefëve, prej të parëve tanë të mirë, ka dashur me e këshillu një shok të vetin, e ka marrë për krahu edhe e ka çu tek varrezat. Edhe i ka thonë: "O ti shoku im, o ti njeri, sikurse të ishte në vendin e këtyne që kanë vdek, të ishe në varre, çfarë kishe dashur, çfarë kishe shpresu?" Ai ja kthen: "Kisha shpresu që mu kthy edhe një herë me jetu. Kisha shpresu që mu kthy edhe një herë me jetu. Edhe një herë me jetu jetën e kësaj bote, edhe me vepru atë punë që e kam lënë, atë punë të mirë që e kam lënë apo që se kam vepru." Atëherë ai i ka thonë: "Në realitet ti je në kohën të cilën po shpreson. Ti je në kohën për të cilën po shpreson." Prandaj unë dhe ju dhe të gjithë ne jemi në kohën kur jemi në kohën e shpresës. Ende jemi në momentet e shpresës. Kemi shëndet edhe siguri, edhe pastaj vjen koha e lënjes kësaj jete me ardhin e xhelit, me ardhin e vdekjes. Pra nuk mjafton që nuk mjafton që na të përgatitemi në formën më të mirë për me dalë përpara Allahut të lartësuar. A nuk mjafton që kur neve na merret shpirti me qenë të penduar edhe të falur nga ana e Allahut? Të nderuar besimtar, e lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë neve dhe juve prej atyre të cilëve na japin mirësi edhe begati në këtë botë, na bën prej atyre që neve me të vërtet ja kemi frikën Allahut në çdo moment, në çdo vepër, në çdo hap që ne e marrim, edhe të na bëj prej atyre që pendohen sinqerisht, e kujtojmë vdekjen për çdo herë edhe i kujtojmë të tjerët, sepse vetëm me këtë formë arrihet shpërblimi i Allahut, arrihet pendimi, edhe vetëm këtë formë jemi të kujdesshëm ndaj veprave tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tani kemi disa pyetje që neve na janë drejtuar. Thot një pyetës, thot selam aleikum, dua të pyes hoxhën që gjatë ditës nuk tutem për vdekjen. Dua të pyes hoxhën, unë gjatë ditës nuk tutem për vdekjen, a natën shumë, edhe me rrah zemra shumë, a është që nuk falem rregullisht? Pa dyshim se
falja namazit është një prej obligimeve islame, pa të cilin besimtari nuk ka mundësi me shpresu shpërblimin te Allahu Azza wa Jall. Përveç kësaj, nuk ka mundësi me shpresu e as shpëtimin nga zjarri i xhenemit. Që thot një prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, au awwalu ma yus'alu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Thot vepra e parë për cilën kanë më u pyet besimtarët njerëzit në ditën e kiametit është namazi. Nëse ai është në rregull, atëherë edhe punët e tjera kanë me qenë në rregull. Pejgamberi alayhis salatu wasalam para se me vdek, njëra prej porosive të fundit ka qenë namazi, kujdes ndaj namazit. Pa namaz i nderuar nuk ka shpëtim. Vetëm namazi është ajo që ty ta përgatit ahiretin. Edhe në të kundërtën kërko pendim te Allahu edhe fillo që të falësh. Nuk ka mundësi që duaja e njeriut me u pranu në rast se ai nuk fal namaz. Për arsye se Allah Azza wa Jall e pranon duan vetëm prej atyre që janë të devotshëm, vetëm prej atyre që i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall plotësisht edhe në formën më të mirë, ndërsa për ata të cilët nuk i nënshtrohen Allahut, e nënshtrimi më i mirë është namazi, atëherë nuk ka çfarë të pritet më shumë. Prandaj unë ta them ty që shejtani mundohet gjithashtu që me ta fut frikën. Kujtoje Allahun Azza wa Jall sa më shumë. Fillo me faljen e namazit, mësoje faljen e namazit, edhe mos i le vend përtatësisë, mos i le vend shejtanit që më ndiku tek ti. Përtatësia nuk ka vend te ti. Filloje namazin, mos i shiqo të tjerët çfarë thojnë, sepse pa këtë namaz nuk ka shpërblim. Askush nuk ka me u fut në varr me ty. Ti ke me qenë ai që ke me u fut i vetëm në varr. Po edhe sikur të futeshin 1 milion vetë me ty në varr, nuk do të kishte mundësi me të ndihmu askush. Vetëm Allahu Azza wa Jall është ai që e ndihmon njeriu, edhe Allahu Azza wa Jall e ndihmon vetëm atë që e meriton. Vetëm atë që e meriton. E lut Allahun Azza wa Jall që më të bëj prej atyre të cilëve ti fillon me fal namazin, ki kujdes ndaj obligimeve të tjera, posaçërisht ndaj namazit, edhe me të bëj prej atyre që je i devotshëm. E në rast të tillë, në rast se fillon me namazin, unë të përgëzoj që ti ka më të largu frika. Ka më të largu frika. Mirë po, gjithmonë, mos e harro që ai njeri i cili friksohet që ka me vdek, do të me e pas parasysh se frika për vdekjen do të me qenë se frika për vdekjen do të me qenë e asaj forme që ti kur të friksohesh për vdekjen, pra e dosh me pas parasysh se Allahu Azza wa Jall nuk don prej teje veç frikë. Nuk don prej teje veç frikë, me shku me një qosh, me një skut edhe me u fut aty brenda sepse unë friksohna. Jo, Allah Azza wa Jall don prej teje që ti për shkak të frikës që ki ndaj vdekjes me u përgatit me anë të veprave. Pra frika ndaj vdekjes jo vetëm me trahë zemra, po do të me u manifestu me kthimin te Allahu. E në moment kur ti nuk i kthehesh Allahut, nuk i friksohesh në realitet, po është shejtani ai që ty të ka bë më u friksu, edhe më u friksu pa nevojë. Kjo pra është më rëndësi. Nëse friksohesh sinqerisht për shkak të vdekjes, atëherë përgatitu për vdekjen. E në moment kur ti përgatitesh për vdekjen, ka më u të largu frika, sepse ti je i gatshëm në çdo moment me vdek. Je faqebardh. E në rast të kundërt, nëse ti friksohesh për vdekjes, edhe nuk përgatitesh për vdekjen, nuk përgatitesh se çysh ke më i dhënë llogari Allahut për veprimet tuaja edhe për mos veprimet tuaja, atëherë kjo, nëse nuk friksohesh për këto, atëherë kjo është frikë prej shejtanit që me të vërtet është shumë e rëndësishme që besimtari me largu këto, sepse kjo e çon drejt shkatrimit. Edhe një pyetje na thot çfarë kohe si duhet me pas njeriu parasysh shfrytëzimin e kohës në lidhje me ahiretin. Nuk e di, do thot, kaq është pyetja. Ajo çka është më rëndësi, nëse nuk e gjeni veten këtu, mund të kontaktoni edhe pas emisionit. Thot se ajo çka është më rëndësi i nderuar dëgjues
është më rëndësi me pa që mendoje njëri prej dietarëve, Ibnul Jauzi e ka një libër Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad, ku ai e këshillon djalin e tij edhe i thot se kujtoje thot gjatësinë e kësaj bote para se ti me qenë i krijuar. Para se ti me qenë i krijuar. Kujtoje të kaluamën tënde për një kohë shumë gjatë. Edhe kur e sheh se e kaluara jote ka qenë me mëkate, atëherë pendohu. Mirë po thot gjithashtu kur njeriu e mendon edhe për kohën pasi ai të vdes, e sheh se ka kalu kohë e gjatë deri në përfundim të kësaj kohe. Prandaj njeriu pra e kupton se qëndrimi në varr është i gjatë. Kur e kujton jetën pas vdekjes deri në ahiret, pra e kupton se qëndrimi në varr është shumë i gjatë. Nëse njeriu e mendon ditën e gjykimit, ai ka me kuptu se është sa 50.000 vjet. Qysh e ka përshkruar në hadith pejgamberit alayhis salam. Ajeti 50.000 sene, ashtu qysh e ka përshkruar ajeti i Kuranit. Pra, edhe nëse ti mendon për kohën e qëndrimit në xhennet edhe në xhehenem, e kupton se ajo nuk ka fund. Prandaj kur i shiqon besimtarit gjitha këto, jetën që ty të ka kalu, jetën që e ki përpara, jetën varr, edhe jetën ditën e gjykimit, jetën e xhennetit dhe xhehenemit, ki me pas se jeta më e shkurt është jeta e kësaj bote. Jeta që ja vlen mas pakti me u mundu për këtë është jeta e kësaj bote. Ku vetëm dita e gjykimit ka me zgjat 50.000 vjet, atëherë çfarë dite i vjen afër, çfarë kohë gjatësie mundot me u krahasu me këtë kohë 50.000 vjeçar. Prandaj ja vlen që në këtë moshë, në këtë kohë ti përderisa je gjallë me punu për këto 50.000 vjet, me punu për jetën e gjatë në varr, edhe me punu për jetën tënde, për shpërblimin që ti don me marr përpara Allahut. Gjithashtu pra njëri kur e sheh se çush është përmend hadith pejgamberit alayhis salam se mesatarja e jetës në këtë botë është 60 vjet. E sheh se 30 vjet i kalojnë duke në gjumë. 30 vjet i kalojnë në gjumë. 15 vjet i takojnë fëmijërisë vet. 15 vjet i takojnë fëmijërisë vet. Apo që unë po them, nuk po them që 30 vjet i shkojnë në gjumë. Po them 20. 15 i takojnë fëmijërisë. Sipas kësaj llogaritje i bën që as 25 vjet do të nuk i jeton njeriu, e gjithë këto duke i fut ushqimin, punën, pijen, atë kalimin e kohës koti, pra vetëm ato 25 vjet janë ato që janë efektive për njeriu. Pra edhe nëse njeriu e shef që bër këto 25 vjet, çfarë ka bë për ahiret, e kupton se shumica e veprave të veta janë me syefaqësi apo me pakujdesje të madhe. Pra me çfarë të blihet jeta e ahiretit, me çfarë çmimi e blen ahiretin nëse s'ke pas se çka me ofru. Nëse e ke kalu kohën së koti, nëse nuk e ke kry obligimet që Allahu Azza wa Jall na i ka dhënë. Allahu na bëft neve dhe juve, pikërisht ty, sidomos ty do të dëgjues që na u ke drejtuar me këtë pyetje, na bëft prej atyre që ja kanë frikën Allahut, kemi kujdes për kohën që ne e shpenzomi, kemi kujdes për atë çfarë ne vepromi, na bëft prej atyre që në vazhdimsi e kujtojmë vdekjen, edhe nuk friksohemi prej vdekjes me ashtu qysh nuk duhet, po na bëft prej atyre që me të vërtetë i friksohen vdekjes në atë formë që na bën neve me qenë sa më të mirë në adhurim, në ibadet ndaj Allahut, edhe me kaq po e përfundojmë emisionin e sotëm me shpresë se në javën e ardhshme me lejen e Allahut do të takohemi po në të njëjtën kohë dhe të njëjtën kohë dhe falenderojmë ju për durimin që ju kishit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.